Rreshtit e dendura të këtij fillim viti janë përjetuar me mjaft dëme në disa zona të Kurbinit, ndër më të prekurit ka qenë fshati Adriatik me dëme në banesa, kultura bujqësore, bagti e tjerë, ndërsa shkaku kryesor përveç se nga intensiteti i lartë i rreshtive ndikoi edhe çarja argjinaturës së lumit Droj, duke përmbytur sipërfaqe të mëdha si në Kurbin ashtu edhe në Kruj. Në Adriatik banorët janë rikthyer punëve në bujqësi dhe blegtori, nga sa mësohet prej tyre, në çdo familje janë evidentuar dëme të shkaktuara nga përmbytje dhe pritet të miratohen dhe dëm shpërblimet për do fermer. Piliskaja si u shaj gjeneratora nuk mund e mujti kanalet e hidrori, se vëzët e hidrori 24 orë, punë. Ka punu? Po. Ka shku afro 1 metër në katin e parë, nuk ka mujt me ngajt as imobili, as i gjanë, si frigorifer, as i lavatrice. Kati parë, ka qeni banorshëm, rishon në plakën tim aty, rishon nëse nuk kemi damë, ka qeni kompletu me gjitha, gjithë gjanë ka shku damë. Plus saj, janë dëmtua dhe bletët, janë dëmtua dhe pullet, janë dëmtua shumë gjana, si do t'i shifni edhe vetë. Nuk ka marru çdo gjana. Me që shofun deri në verë nuk teret, nuk thahen dyshemet, nuk thahen muret e katit parë. Ka rasë votimin tokë. Gjë është dëmtua. Se aljon gjatë herë, krejt. Duke se ka pas grun atëhere, grun i vogël, po desh zoti nuk e la me ledh. Se ta kishte lënë me ledh, dilshin fare krejt. Pastimi ka dalet me thënë drejt, ka fillu të punu, po s'pa dalë që ka dalet shumë njën në të pasru, po nuk ka që ba është një ordi dhe mi, e këta e ndresi ma ku, hull divana, hull pula, hull dera, e shka ke hidravori, që ati baj punëtori një të punëtori. Ne na përmyti ajo e durësit të fatë. Sa kaq mësohet se banorët e autoriteteve vendore të Bashkisë së Kurbinit janë gjetur pranë gjatë kësaj periudhe, gjithashtu të dy hidrovorët kanë funksionuar normalisht pavarësisht problemeve që shkaktohen nga faktorët e mbetjeve të mëdha.